Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 28 qershor dhe kisha ortodokse na nxit lexojmë në këtë ditë që është ditë e diel dhe brenda liturgjisë synore lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 6, vargu 18 deri vargu 23. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas etrave. Dhe mbasi u liruat nga mëkati u bë shërbëtor të drejtësisë. Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaj për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paullësisë për të bërë paullsinë, kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Sepse kur ishi shërbëtor të mëkatit, ishit të lirë në lidhje me drejtsinë. Dhe çfarë fryti kishit? Pra, atëherë nga ato gjëra për cilat tani keni turp, sepse fundi i tyre është vdekja, por tani pas u liruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të Perëndisë, keni për frytin tuaj shenjtërim dhe në fund jetë përjetshme. Kjo është pra pjesa e letrës nga Apostulli Pavli drejtuar Romakëve dhe ne le ta komentojmë duke filluar që nga vargu 18 i kapitullit të 6. Dhe mbasi u liruat nga mëkati, u bët shërbëtor të drejtësisë. Apostulli Pavli është duke thënë se u liruat nga mëkati nëpërmjet veprës shpëtimtare të Krishtit. Asgjë nuk e liron njeriu nga mëkati, veçse shpagimi me gjakun e Krishtit, sepse mëkati lahet me gjak, jo me gjakun e kafshëve, se kafshët nuk kanë bërë mëkat, as me gjakut e njerëzve, sepse gjaku i njeriu që kur lind është me mëkat, duhet gjaku i Isu Krishtit, birit të Perëndisë dhe birit të njeriu, i pamëkatshëm, qingji i Perëndisë që shlyer mëkatet e botës. Por u bët shërbëtor të drejtësisë, thot Apostulli Pavli. Shërnjangu i shpjegon se Apostulli Pavli përdor shërbëtor, jo për treguar skllavëri të rëndë, po për treguar një përkushtim të plot ndaj Perëndisë. Njeriu nuk mund mbetet pa zotëri. Ai nuk është neutral, ose i shërben mëkatit ose drejtësisë. Pra, në Krishtin ne shlirohemi nga skllavëria e mëkatit dhe bëhemi shërbëtor me dëshirë ndaj vullnetit hynor dhe porosive të hyshme. Shën Agustini i Hipos thekson se liria vërtet nuk është të bësh çfarë të duash, por të jesh i lirë për të mirën. Shpeshherë njerëzit e kuptojnë lirinë, edhe një shoqëri për shembull demokratike, që të bëjnë çfarë të duan ata, por liria jonë në një shoqëri demokratike përfundon kur fillon liria tjetrit. Aq më tepër në liri që kemi një atribut prej Zotit, sepse Zoti është i lirë, por i dha te njeriu liri, por liri te njeriu do thotë ai të bëj atë çfarë i pëlqen Zotit, çfarë urdhëron Zoti, sepse kjo është e mira, e mundshme, dhe si them shpëtimtare për njeriu. Prandaj, kjo është liri. Liri nuk do të thotë ti nështrosh mëkateve dhe pasionet, kjo është skllavëri. Prandaj, ne jemi shërbëtor të drejtësisë duke përdorur lirinë që na jep Zoti. Shumë njerëz e quajnë liri të bësh çfarë dëshiron dhe ju vjen në mendje, siç tham. Por apostulli tregon se liri vërtet gjendet kur zemra, pra në shpirti ynë, i bindet Perëndisë dhe jo pasioneve të saj. Në vargun 19 lexojmë: Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj, sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaj për të qenë shërbëtor të papastërtisë dhe të paullësisë për të bërë paullsinë, kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qenë shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Shërnjangu i arti thotë se apostulli përdor shembullin shërbëtor sepse dëgjuesit e tij e kuptonin mirë këtë realitet, çdo thotë shërbëtor ose sklav. Pra jetojmë në kohën e skllavërisë dhe do dimë se njerëzit para Krishtit i bindeshin mëkatit. Edhe judet që kishin ligjin, prapë ata nuk e zbatojnë ligjin, sepse një fuqi ligji mëkatit vepronte tek ata. Kështu që ata i bindeshin mëkatit, prandaj ishin shërbëtorë dhe sklevar të mëkatit, dhe kjo shfaqej në gjymtyrët e tyre. Pra gjymtyrët e tyre ishte dhënë në kënaqësi, në epshe, në pasione mëkatare, që ishte turp për t'i kujtuar ato çfarë kishin bërë ata njerëz para se të njihnin Krishtin me dëshirat e tyre dhe me gjymtyrët e tyre. Por Apostulli Pavli thotë tani që u liruat, tani u bëni shërbëtor jo më të mishit dhe të kënaqësive të mishit, por shërbëtor të drejtësisë për shenjtërim. Dhe si ta kuptojmë këtë? Pra, etrit e kishën na thonë, siç edhe neve citojmë, se
njerëzit dikush shpezonin energji për mëkatin, por tani duhet të tregojnë të njëjtin zell për virtutin. Pra, njeriu ka energji e tij, energji natyrore, të cilët e ka për të jetuar, por këtë energji ai fatkeqësisht e përdor për mëkat, sepse ai është ngjizur, lindur në mëkat dhe vjen i botë mëkatare. Në Krishtin, kur ati i falet mëkati, shirohet nga lidhjet e mëkatit dhe ai bëhet një krijesë e re, bëhet pra një Krisht dhe merr shpirtin e Perëndis, atëre ai këtë fuqi, këtë energji jetësore e përdor në sinergji me hirin e Perëndis për virtutin. Pra, para se një të Krishtin tregon të zell për mëkatin dhe mbasi një Krishtin tregon zell për virtutin. Ky është ndryshimi që ne pësojmë duke besuar dhe duke u bashkuar me Krishtin. Pra, në qoftë se neve thjesht besojmë intelektualisht se ekziston një Zot, por nuk ndryshojmë jetën dhe nuk ndryshojmë kaun e drejtimit, pra ne verisim mëkatin dhe pëlqejmë dhe ushtrojmë virtutin, atëherë te ne nuk ka ndodhur asnjë ndryshim. Dhe ato çfarë kemi bërë në Krisht janë thjesht ceremoniale, por nuk kanë bërë ndryshimin ton në thelbin ton, në shpirtin ton, por që shfaqet edhe në veprimtarin ton. Për shembull, nëse dikush ka qenë i përkushtuar me ego, karrierës, kënaqësive, zakoneve të këqija, dobësive, patjetër ai thirret ta përdori të njëjtën energji tashmë për lutje, dashuri, shërbim dhe shenjtëri. Le të vazhdojmë të lexojmë edhe vargjet e tjera, sepse kur ishi shërbëtor të mëkatit, ishi të lirë në lidhje me drejtësinë. Shën Agustini thotë, kjo liri, pra vën në thonjza, është ironike, sepse asnjëherë njeriu nuk është i lirë. Ai o është i nështruar mëkatit, o është shërbëtor i Perëndis. Njeriu ishte i lirë nga drejtësia sepse nuk kishte asnjë pjesë në të. Flasim për ata që ishin përpara Krishtit. Sepse edhe judejt, edhe pse kishin ligjin, ata nuk e zbatonin ligjin, sepse një fuqi mëkatare vepronte tek ata, një ligj i mëkatit vepronte që ata të bënë atë që ishte kundër ligjit. Aq më tepër kur flasim për paganët. Njeriu larg Perëndis nuk është neutral, ai është i robëruar nga mëkati. Bota shpesh paraqet pavarësinë nga Perëndia si liri. Pra sot ka njerëz që thonë unë jam ateist, unë nuk kam lidhje me Perëndin, unë jetoj nga vetvetja. Por Apostull Pavli pyet, çfarë liri është ajo që të bën të aftë të duash, të falësh dhe të jetosh në paqe? Pra në qoftë se ti nuk i ke këto, ti nuk je i lirë. Ti je i nështruar mëkatit, ligjit të mëkatit. Vazhdon të jesh në slllavërinë e mëkatit, që mëkati patjetër që ka një fund, sepse e thot vargu më poshtë. Dhe çfarë fryt kishit, pra atëre, nga ato gjëra për cilët tani keni turp, sepse fundi i tyre është vdekja. Shën Joan Gojarti i fton besimtar shikoni jetën e kaluar. Çfarë fituan realisht nga mëkati? Fryti i mëkatit është turpi, zbrasia dhe fund vdekja shpirtërore. Kur shikojmë pas në gabimet tona, shpesh zbulojmë se ato premtuan lumturi, por sollën plag, faj ose zhgënjim. Mëkati jep kënaqësi të përkohshme, por jo paqe të qëndrueshme. Kjo është dhe mashtrimi i mëkatit. Pra djalli që është shkaktari i mëkatit, mëkatin e kamuflon, ashtu si një peshkatar grepin e kamuflon me një krim për të gënjur peshkun. Kështu bën edhe mëkati me neve. Ai shfaq një kënaqësi, një adrenalin që është një lloj narkotiku, por që kur ne kryejmë mëkatin, shikojmë hidërimin e mëkatit dhe kjo pastaj na sjell të gjithë konsekuencat e mëkatit deri në vdekjen shpirtërore, por dhe atë fizike. Ne flasim edhe për vargun e fundit për sot, vargu 22, por tani pas u liruar nga mëkati dhe u bë shërbëtor të Perëndis, keni për frutin tuaj shenjtërimin dhe në fund jetën e përjetshme. Shën Agustini thekson se shenjtërimi është fryti që fillon tani, ndërsa jeta e përjetshme është përmbushja e ardhshme. Shën Qirili i Aleksandris varen se bashkimi me Perëndin e transformon gradualisht njeriu sipas shëmbulltyrës së Krishtit, pra është një proces. Jeta krishtere nuk është vetëm shpangje e mëkatit, është një rrugë rritje në shenjtëri, me më shumë dashuri, më shumë falje, më shumë ngjashmëri me Krishtin. Fryti fillon që këtu, që në këtë jetë të përkohshme dhe vazhdon pastaj në përjetësi, prandaj dhe plotësia është jeta e përjetshme. Etrit e përmbledhin si mesazh kryesor të gjithë këtë pjesë me këto pika. Mëkati premton liri, por sjell skllavëri. Drejtësia duket si bindje, por sjell liri të vërtetë. Mëkati jep fryt, turp dhe vdekje.
Perëndia jep shenjtërim dhe jetë të përjetshme. Prandaj ne duhet të bëjmë një pyetje, çfarë fruti po prodhon jeta ime tani? Fruti tregon se kujt i shërben zemra jonë. Pra nëse ne dëshirojmë dhe kryejmë mëkate, patjetër që ne jemi sklever të mëkatit. Por nëse ky fryt është dashuria, paqja, pastërtia, mëshira, durimi, dashuria për Zotin, dashuria për të afërmin, patjetër që ne jemi duke dhënë frytet e virtutit dhe po ecim në rrugën e drejtësisë që çon në jetë të përjetshme. Që nis dhe starton që në këtë jetë kur fillojmë jetën misterore të kishës. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për takuar takimin e ardhshëm. Ju uroj një të diel të bekuar dhe mirupafshim.